Në Kosovë votohet për raundin e 2 të zgjedhjeve për 18 komuna. Janë mbi 1.316.000 qytetarë të Kosovës me të drejtë vote, pjesë e procesit të dytë zgjedhor për zgjedhjen e kryetarëve të komunave. Raundi i parë i zhvilluar më 12 tetor, dërgoi në balotazh 18 komuna. Gara do të zhvillohet mes dy kryetarëve më të votuar nga raundi i parë i zgjedhjeve lokale, por që nuk arritën të siguronin më shumë se 50% e votave. Në raundin e balotazhit, partia që hyn më shumë komunë si forcë e parë është Lëvizja Demokratike e Kosovës me 6 të tilla, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në 4 dhe Partia Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje në 3 komuna. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ushtruar të drejtën e tij për të votuar në raundin e 2 të zgjedhjeve vendore në Kosovë. Pas daljes nga qendra e votimit, në një prononcim të shkurtër për mediat, ai bëri thirrje qytetarëve për të marrë pjesë në këtë proces. Unë përsa votova këtu në Prishtinë, në ndërtesën e Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve me të drejtë vote, që ta shfrytëzojnë rastin dhe të bëhen pjesëmarrës e vendimarrës për kryetarët e komunave dhe kësaj për 4 vjeçarin në vijim për ata si banor të komunave të Republikës. Gjithçka do të shkoj mbare mirë, edhe Komisioni Qendror Zgjedhor i ka bërë përgatitjet, por edhe që të gjithë komisionerët dhe vëzhguesit tashmë ndodhen në qendrat e votimit. Ju dëshiroj suksese. Vendvotimet në të gjitha komunat e Kosovës ku zhvillohet balotazhi do të jenë të hapura deri në orën 19, sipas Komisionit Zgjedhor të Kosovës. Procesi zhvillohet në 525 qendra votimi, megjithse 1648 vend